Një incident i dhunshëm ka ndodhur të shtunën mbrëma para klubit Erinora 4 në Rumlang nga Fërcyriut, ku një punëtor sigurie 34 vjeçar me origjinë nga Kosova është terur me thik dhe është dërguar me plagë në spital. Sipas policisë, sulmuesi dyshuar është një 26 vjeçar, po nga Kosova, i cili është arrestuar në kantonin e Aargaut. Pamjet e publikuara nga media zviceriane 20 minuten tregojnë se ngjarja është paraprirë nga një përleshje me sigurimi të klubit dhe disa klientëve. Në video shihet se të paktën 5 roje sigurie godasin me grushta një grup festuesish, ndërsa 2 prej tyre bien në tokë. Njëri prej tyre godet me kokë trotuarin dhe mbetet pa ndjenja. Dëshmitarët kanë treguar se gjithçka nisi kur një person nga grupi i klientëve u përjashtua nga klubi pasi kishte konsumuar shumë alkool. Kur miqtë e tij dolën për ta ndihmuar, sigurimi sipas tyre përdori spraj lotësjellës dhe dhunë fizike. Sigurimi u hodh menjëherë mbi ne me sprej dhe grushta. Njëri nga miqtë tanë përfundoi me 7 qepje në kokë, tha njëri nga dëshmitarët për median zviceriane. Ai shtoi se disa persona nga grupi i tyre do të paraqesin padi për lëndime trupore të pësuara. Drejtori i klubit, Shaban Konxheli, ka thënë se nuk ka qenë në vendngjarje në momentin e incidentit dhe se sigurimi është i kontraktuar nga një firmë e jashtme, SN Security, e cila nuk ka komentuar për rastin. Policia zviceriane ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e plota të ngjarjes dhe përgjegjësinë e palëve të përfshira.